Ju them një element, deri në minutat e fundit në sesionin në legjislaturën të themi të orës fundit në Kosovë për zgjedhjen e presidentit, njerëzit rinin në parlament, domethënë afër aty dhe nuk vinin. Po rinë në bërzyra dhe në hall dhe nuk futeshin në sallë. Dhe Zoti Kurti deri në momentet e fundit ka shkëmbyer mesazhe që do të thotë gjithçka tek ne varet nga humori i pak njerëzve. Të them një element dhe ndoshta këtu mund më kritikoni ju, po jo, as pak nuk kritikoj. Po konsultoja, para pak konsultoja një shkrim të Tajar Zavalanit. Okay. Ka qenë një personitet para lufte dhe ka qenë forci kryesor shqiptar i BBC-s. Dhe kam përshtypjen ai ka strukturuar seksionin shqip të BBC-s. Dhe ai thotë që intelektuali shqiptar vetëm flet bashkë me politikanë. Ndërkohë që kur duhet marrin përgjegjësitë, ata ja veshin gjithë fajin popullit, që ky popull nuk bën, ky popull ka probleme dhe tjera. Këtë ne shikojmë tani. Shumica e kosovarëve dhe ju e dini, për shkak të inxhinierisë zgjedhore që po bën zoti Kurti, beson shumë ke pjesa e diasporës. E diaspora i pëlqen më shumë diskursi nacionalist i zotit Kurti dhe mënyra se si ai ngre zënë për korridore ndaj tuajve, sepse nuk mund ta ngresh dot zërin përpara kancelarit gjerman ose përballë zotit Trump. Është hipotetike ajo. U vlen më shumë se sa ajo që jetojnë familjet e tyre në Kosovë. Ne dim problemet e energjisë pafund që ka Kosova. Megjithëse në programin e tanishëm të qeverisë së Kosovës janë parashikuar të paktën infrastruktura e të tjera, por nga e thëna në të bërë është shumë. Mendoj, duke ju përgjigjur direkt pyetjes tuaj, besoj që do ketë një kolaudim më të mirë të PDK-s, sepse shpresoj shumë që deri në datën 7 të ketë një verdikt për njerëzit e Hagës. Uroj që të jetë një verdikt i arsyeshëm, po unë besoj që për ta përballja është jashtëzakonisht e vështirë. Shikoj që duket shumë kanale janë investuar për t'i dënuar njerëzit në Hagë. Besoj që PDK-ja do ketë mundësinë më të mira për gjithë këtyre kushteve të ruaj status quo dhe të rritet pak në numër, ndërsa nuk besoj ke LDK-ja që të ketë një lëvizje më të madhe. E fundit brenda partisë së tyre do lindin lëvizje të tjera që s'mund të pranojnë këto akrobacitë e zonjës Osmani me atë që u bërin momentet e tyre më të vështira, dhe zotit Abdi Xhiku që në vend të jetë diçka më i përulur para partisë bën akrobaci të tilla. Besoj që AK-ja do ketë shumë vështirë që të futet në qoftë se nuk kalojnë atë ngërçin me zotin Limaj dhe të ribashkohen, por akoma nuk dim veprimin e zotit Haradinaj nëse do të kthehet në formacionin e tij politik apo po pret një konjunkturë që të jetë ai presidenti i ardhshëm i Kosovës. Të gjitha këto janë në këtë matricën e përbashkët që me një fjalë unë do t'ju them diçka. Krizat e Kosovës sa kanë filluar, ato do jenë të vazhdueshme dhe uroj që mos jemi përballë një situate të jashtëzakonshme dhe ju e dini për çka flas, një rast si Banjskës ose raste të tilla, vetëm atëherë ne kemi një lloj bashkimi të faktorit kosovar.